që dim Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Katari e të tjerë. Pra këto sanksione supozohet që të tregojnë e përgjigjen e Evropës ndaj kësaj situate. Por që mbetet për të parë pasi ato janë shumë të freskëta, nuk dihet akoma se kanë për të zhvilluar. E qartë. Elenus, nga ana tjetër, pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimi Evropian po rrisin presionin ndaj Teheranit pikërisht tani dhe a do të thotë kjo se po përgatitet tashmë perëndimi për një përballje direkte me Iranin dhe kush do të rrezikonte më shumë nga përshkallëzimi mes këtyre vendeve? Atëherë, në lidhje me përshkallëzimin fillimisht, shumë vende evropiane, sidomos vende të Aleancës së NATO-s, si Spanja, si Turqia dhe vendet kryesisht Ballkanit e kanë bërë të qartë që nuk kanë për të ndërhyrë në lindjen e mesme. Fillimisht nga ana infrastrukturore, nuk mund të pritet që vende si Malizia të tjerë, që ndose pjesën ose si Shqipëria, për shembull, kanë për të bërë ndonjë heroizëm në lindjen e mesme. Pasi këto vende nuk kanë flotë, nuk kanë forca ajrore, dhe janë shumë të dobta ushtarakisht. Kjo është pikë e parë. Pikë e dytë është fakti që vende si e përmenda Spanja, Turqia, Slovenia e të tjerë janë kategorikisht kundër ndërhyrjes në lindjen e mesme. Janë kategorikisht kundër eskalimit të situatës dhe kanë bërë të qartë në kanalet qeveritare, zyrtare dhe jo zyrtare që ata e dënojnë sulmin e paprovokuar të Izraelit, i cili solli edhe më pas ndërhyrjen e amerikanëve dhe gjë që po vjen akoma. Dhe e cila ka çorientuar dhe ka impaktuar jashtëzakonisht tregjet globale të energjisë dhe ekonominë globale. Për të vijuar në pikën tjetër, pse sanksionet janë sot? Le të themi që në këto 2 muaj, më shumë se 2 muaj pak a shumë, janë shpenzuar nga ana amerikane mbi $25 miliardë. Ndoshta edhe më shumë. Pasi është edhe një si tip shakaje tani më në SBA, që ne i marrim në amerikanë thonë që ne po e marrim 25 miliardë me çfarë kemi humbur, po raketat, po bombat, po ato që po hedhim, apo ato nuk numërohen. Qartë. Pra, kosto është edhe më e lartë. E sigurisht që nga kjo kosto po impaktojnë edhe vendet e NATO-s. Pasi Amerika është duke e katalizuar ose drejtuar gjithë industrinë e saj të prodhimit drejt konfliktit në Iran, dhe shumë dhe të NATO sot duke marrë dërgesa që ata kanë paguar. Ata i kanë dhënë lekë. Pra ata kanë bërë pagesën për sistemet raketore, për tanke, për raketat të tjerë, por të gjitha këto nuk po shkojnë në vendet e NATO-s sot. Ose janë i me vonesë disa mujore. Pasi që përmenda, gjithë industria armatimit amerikan sot është e fokusuar në luftën në Iran, nuk është e fokusuar në Evropë. Në këtë pikë, duke shtuar presionin, evropianët besoj se synojnë që ta deeskalojnë konfliktin. Kjo është kthyer në shumë të kushtueshme, larg poshtë, ndoshta ata nuk po e tregojnë. Në të njëjtën gjë, në të njëjtin aspekt, mund të shikohet dhe nga ana e Iranit. Dhe Irani dhe lindja e mesme janë duke vojtur jashtëzakonisht këtë gjë. Nuk është se janë duke bërë, si mund të thuhet, një ekspeditë ushtarake e cila po shkon jashtëzakonisht mirë, nuk ka se një dëmtim. Dëmtimet kanë të jashtëzakonshme. Dhe lindja e mesme, sipas llogaritive të fundit, do duhet 3 deri në 5 vite ose më shumë që të rimëkëmbet, nëse kjo gjë vijon në këtë temp. Pra bombardimet e infrastrukturës, bombardimet e tubacioneve dhe fabrikave të prodhimit të naftës dhe gazit, të porteve të tjerë, të gjitha këto duan kohë që ndërtohen, nuk mund të ndërtohen sërish në brenda ditës ose brenda 2 muajsh ose 3 muajsh. Pasi vetë kjo infrastrukturë është shumë e rëndësishme dhe shumë fragjile. Pra, në këtë aspekt mund të konkludojmë se presioni evropian pikërisht, siç e përmenda, synon deeskalimin dhe synon që ti ushtret presion palës iraniane që të ulet dhe të arrijë pak a shumë, le të themi, në një dakordësim edhe të zorshëm
me disa nga pikat e përmendura prej amerikane. Gjë që sigurisht ngjelet për të parë, pasi të dyja palët e kanë refuzuar jashtëzakonisht propozimet e paqes së njëra tjetrës. Irani të paktën e lexoi, siç e dim, ata e lexuan, e konkluduan, analizuan dhe tha që neve 1, 2, 3, 4, 5 nuk shkojmë në interesin tonë kombëtar, ne nuk i pranojmë me të tjerë. Ndërsa amerikanët ne dim, amerikanët pa lexuar propozimin thanë jo. Kështu që se si ka për të zhvilluar sërish një gjendje është ende pa qartë, por që një ndërhyrje e evropianëve përveç sanksioneve, ndoshta një embargo e diçka të këtij lloji, më duket shumë riskuese, ose nëse ka për të qenë gjithmonë, ka për të pasur probleme shumë të mëdha logjistike. Pasi Spanja nuk lejon përdorimin e bazave të saj ushtarake për të gjë. Turqia, që është vendi më i afërt dhe më geostrategjik, nuk i lejon për të gjë. Shqipëra është ende 55, pasi Shqipëra ne dim, duke mbatur status saj neutral, ajo u godit prej dronëve izraelit për ta provokuar aleancën edhe Kipër që të hynte në luftë dhe për të suportuar Izraelin. Pra, se si ka për të zhvilluar gjëja në këtë le të themi rajon ose me zeun lindor, është ende pa qartë në këtë pikë. Por që një eskalim total, flasim si në anën e Irakut, me të që vendet aleancës nuk kanë për të suportuar zakonisht të tjerë, kjo nuk ka për të ndodhur. Nuk e besoj që ka për të qenë një aventurë e tillë dhe Evropa nuk ka kapabilitetet për një aventurë të tillë aktualisht. Pse ata janë sot duke fortifikuar anën lindore, pra kufirin me Rusinë e Bielorusin, janë duke reformuar ushtritë evropiane janë në proces reformimi edhe të riorganizimi dhe njëkohësisht janë në proces riarmatimi. Dhe plus është edhe divizioni brendshëm i vendeve evropiane. Për shembull, këtu në Poloni, një pjesë e madhe e shoqërisë civile është kundër le të themi angazhimit të Polonisë në luftën në Iran. Rinia, studentët, sidomos, veç qeveria polake, kryeministri Donald Tusk është kundër, në kësaj pike, po edhe radikalët e djathtë, si Konfederacia ose Grzegorz Braun e të tjerë, janë kundër kësaj, le të themi, aventure ushtarake. Pasi nuk është njerëzit sot e kanë, le të themi, është një fenomen që kjo quhet deglobalizim sot, dhe vetë shtetet dhe popujt duke parë zhgënjimin që ndodhi me globalizimin, dhe se çfarë ai solli, flasim si anën e emigracionit jashtëligjshëm, Covidit të tjerë dhe krizave që sot nëse ndodh në një rajon të hapet në gjitha rajonet e tjera. Të gjitha këto faktorë kanë sot të fokusohen në interesin e tyre kombëtar më shumë se sa në atë të rajoneve ose vendeve të tjera. Sigurisht ka për të pasur një përgjigje, Evropa ka filluar dhe ndoshta do ta vijojë, sanksione, embargo, blokad, vënje në listë zezë që nuk mund të hyjnë në Evropë, ngrirje asetësh të tjerë, po nuk e besoj se Evropa ka ndërmend të hyjë në një aventurë të tillë ushtarake, për së cilës amerikanët nuk janë duke dalë. Dhe le të mos e imagjinojmë se çfarë ka ndodhur se edhe evropianët hyjnë dhe ata nuk kanë për të dalë dot. Atëherë kjo është pak a shumë si lufta që Bashkimi Evropian filloi në vendet e Afrikës qendrore perëndimore në suport të Francës gjatë viteve 2010 dhe ne dimë që këto luftra shkuan diku te 5-6 vite një gjë këtij lloji dhe rezultuan në asgjë. Vetëm në jetë të humbura dhe në miliona, mos miliarda euro të hedhura në pajisje ushtarake, logjistike të tjera. Qartë. Elianos, të mos harrojmë edhe takimin që ndodhi në Pekin mes Trump dhe Xi. Si e ke parë dhe mendon se ka pasur ndonjë marrëveshje të fshehtë dhe ndoshta mund të jetë Kina ajo e cila pra mund të frenojë edhe konfliktin që po ndodh mes Shqipërisë, Izraelit dhe Iranit? Atëherë, për të shkuar te pika e fundit, vizita e presidentit Donald Trump javën e kaluar në Pekin ka rezultuar kryesisht politikisht flasim, pasi ekonomikisht ngjelet për të parë, politikisht pavarësisht deklaratave të medias amerikane, të gjithë ekspertët e kanë theksuar faktin, edhe në Amerikë, që ka rezultuar në asgjë. Literalisht asgjë. Nuk u zhvillua një samit ta quajmë, i cili mundua të fokusohej në vendjet ose në krizat që janë aktualisht, pra lufta si Ukrainë, lufta në Iran, dhe kriza e gatishut të Koranit, siç e di. Mund
pasi ne dim që Kina sot është kthyer në qendrën e politikave globale. Siç e dim, para vizitës së presidentit Trump ka qenë kryeministri spanjoll, kryeministri britanik, presidenti francez, kancelari gjerman dhe para tyre ka qenë edhe presidenti dhe kryeministri finlandez dhe lider nga Bashkimi Evropian dhe kompani ose CEO e kompanive kryesore teknike, mekanike, automobilistike dhe medicinale evropiane, pasi nga Gjermania, Franca, Britania. Të gjitha ato kanë sjellë që sot Kina është kthyer në qendër, siç e përmend, të diplomacisë dhe të gjeopolitikës botërore.